Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar komunikimin me ndjekësit e tij në rrjetet sociale duke u përgjigjur komenteve të disa prej tyre në rubrikën Symsy. Në rubrikën e radhës, Rama ju është përgjigjur komentuesve në lidhje me tunelin e Murrizit. Në datën 14 mars është edhe dita e verës, ndërsa Rama tha se do të hapet tuneli i Murrizit. Është bukur për ta hapur me këtë pjesë, sepse përgjigjet ishin interesant. Për shembull, disa u morën me bojaxhit që ishin në fund të tunelit. Aty ky është tuneli i shumëpritur i Murrizit, tuneli i Murrizit, i cili më në fund u dorëzua mali dhe tuneli do dorëzohet nesër për të gjithë popullin e Dibrës, që mezi e ka pritur nuk e di sa vite, po shumë kanë ikur nga kjo botë pa e parë, po duke e pritur, dhe që mendoj se e plasi syrin e keq. Kryeministri Edi Rama ka komentuar edhe listat e Partisë Demokratike duke ironizuar ndërtimin e saj në listën e mbyllur të Tiranës. Sipas kryeministrit, mjafton të shohësh listën e mbyllur të Tiranës për të parë se kush është tribuna VIP e Kënetës. Rama nuk la pa komentuar edhe ikjen e deputetit të Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, Dashnor Sula. Rama tha se tribuna e Kënetës sipas tij e ka poshtëruar Sulën. Kuadra në listën e mbyllur të kryeqytetit është tribuna VIP e Kënetës. Do me thënë, doni të shifni kush janë VIP-at e Kënetës, shikoni skuadrën e listës në listën e mbyllur të kryeqytetit të Shqipërisë Madhështore. Ku mungon kujtim gjuzi, i cili po përdoret, ose më saktë po keq përdoret në mënyrë brutale, sepse është i vetmi që do ta kishte merituar të ishte aty në skuadrën e mbyllur. Për atë nivel që ka Këneta, me ato mustaqe që ka kujtimi, absolutisht e meriton. Madhi Dash Sula që nuk ka lënë gjë pa bërë për ta kap një vend në tribunën VIP, u la jashtë. U la në det të hapur. U aratis, sepse nuk e përballoi dot këtë poshtrim që i bëri Këneta dhe vazhdon të besoj ama që Shqipëria bëhet. Dash Sula. U fut të Shqipëria bëhet. Por në fund të ditës, Dash Sula thuaj çfarë duash, po është gjelderi i peqinit dhe nuk pajtohet dot Këneta me të. Kryeministri Rama komentoi edhe listën me 186 kandidatë të Partisë Socialiste, ndërsa theksoi se në listat të mbyllura ka vendosur figura të reja politike. Rama u shpreh se i kanë shfrytzuar listat e mbyllura për hapjen e partisë.